Korça është gati të mirëpres edicionin e 9 të Mik Festival, një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike të verës, që nga data 9 deri në 12 korrik do të sjellë në qytet artistë të njohur shqiptar dhe ndërkombëtar. Për 4 net me radhë, sheshe dhe hapësira të ndryshme të Korçës do të shndërrohen në skena të muzikës, artit dhe kulturës. Programi i festivalit përfshin koncerte, mbrëmje gala dhe aktivitete artistike, duke e kthyer Korçën në një qendër të rëndësishme të jetës kulturore gjatë sezonit veror. Hapja e Mik Festivalit do bëhet në datën 9 korrik te Hani i Pazarit, në orën 8, ku vjen një trio jazz, Morina Trio nga Suedia. Natën e dytë ja kemi kushtuar këtë vit ndryshe nga vitet e tjera kinoastëve shqiptarë dhe korçare, që është Todor Laço edhe Viktor Gjika. Me surprizave të tjera atje do performojnë dhe do flasin disa artistë më me emër për dy personazhet, po është i veçantë rikthimi i Afërdita Tringovskit, i një këngëtare korçare e cila tashmë i mungon skenës prej 45 viteve, është ekskluzivisht për Mik Festivalin kthehet dhe risjell këngën e Teodor Laços, gjeologes, që ka fituar festivalin e parë të interpretuesve të Korçës. Vazhdojmë te Poli Jugut si për vit në Drenovë me yjet e baletit shqiptar dhe ndërkombëtar, dhe nata e fundit është nata e serenatave korçare, ku Mjallaq Andrea, Zhani Sulioti, Erika Ahmeti dhe Roberta Panariti performojnë disa nga këngët e serenatave origjinale, ashtu siç janë kënduar dhe ashtu siç i dinë të vjetrit. Do me thënë vinë këngët në variantin e tyre origjinal me një formacion të pasur muzikor. I themeluar nga sopranoja me famë botërore Inva Mula, Mik Festival është kthyer në një traditë të rëndësishme për qytetin, duke promovuar muzikën, kulturën dhe turizmin. Edicioni i 9 pritet të tërheqë artistë dhe vizitorë të shumtë, duke pasuruar edhe këtë vit kalendarin kulturor të Korçës.